Sot dua t'ju informoj mbi të drejtat që kanë fëmijët me aftësi të kufizuar për arsimim në institucionet publike. E drejta për arsimin është një drejtë themelore, e garantuar për çdo shtetas shqiptar pas një lloji diskriminimi, përfshirë aftësinë e kufizuar apo çfarëdo karakteristikë tjetër. Ligji shqiptar përcakton qartë se fëmijëve me aftësi të kufizuar u sigurohet kujdesi i posaçëm nga shteti, dhe kjo përfshin mbështetjen e tyre për të ndjekur arsimin në mënyrë sa më të përshtatshme për ta. Qëllimi i arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar është e para të kenë një zhvillim të plotë të potencialit të tyre intelektual dhe fizik, të përgatiten për integrim të plotë në shoqërinë dhe në tregun e punës, si dhe të bëhen të aftë për të qenë të pavarur gjatë gjithë jetës nga programet e mbrojtjes sociale. Ja cilat janë fazat e përfshirjes së fëmijës me aftësi të kufizuar në arsimin bazë. Fillimisht janë prindërit që ata që vendosin nëse fëmia e tyre do të ndjekë një shkollë të zakonshme apo institucion të specializuar. Më pas, zyra vendore arsimore krijon një komision të posaçëm i përbërë nga profesionistë të fushës si mjek, psikolog, mësues dhe të tjerë, të cilët shqyrtojnë kërkesën e prindit ose të shkollës nëse fëmia duhet të ndjekë një institucion arsimor të zakonshëm apo një institucion arsimor të specializuar. Nëse komisioni rekomandon ndjekjen e një shkolle të zakonshme, fëmijës i sigurohen e para mësues ndihmës sipas nevojës së fëmijës, si dhe shërbime riabilituese dhe mbështetëse. Moscaktimi i mësuesit ndihmës apo caktimi më pak orëve ndihmëse se sa i takojnë fëmijës përbën shkelje ligjore si dhe ndikon negativisht jo vetëm në zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuar, por edhe në marrëdhëniet e tij me bashkëmoshatarët dhe në klimën e përgjithshme të shkollës. Theksoj se prindërit kanë të drejtë të kërkojnë mësuesin ndihmës për fëmijët e tyre, si dhe rritjen e orëve të qëndrimit të mësuesve ndihmës pranë fëmijës së tyre.